Se kam marru. Kam një pauzë shkurtër. Kam një pauzë, një lajm minutës fundit, do vi më njëherë të ty. Një lajm të minutës së fundit, ta ndiqni edhe me titra. 2 anëtar të grupeve kriminale janë ekstraduar nga Dubai në Tiranë, bëhet fjalë për dashnor Dumanin, vllai të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani, që dyshohet pjesë e grupit të vrasësve të masakrës së Bradasheshit, dhe Armes Stafa i grupit të Çopjave të Elbasanit do përballen me drejtësinë për një sër krimesh. Dumani është i dënuar me vendim gjykate për mbajtje pa leje, por SPAK e akuzon edhe për vepra të tjera të rënda penale, vrasje dhe vjedhje me armë. Dumani dyshohet se ka qenë në grupin e vrasësve në masakrën e 29 dhjetorit 2018 pranë rreth rrotullimit të Bradasheshit në Elbasan, ku eliminua Endrit Alibej, vllai të penduarit tjetër të drejtësisë Erjon Alibej, xhaxha i tij Arben Dyrgjeri dhe turku Erdal Durunahi. Ekstraduari tjetër është Armes Stafa, pjesë e grupit të vëllezërve Çopja të Elbasanit, Frans dhe Hajdar Çopja. Përmes shitblerjes së makinave dyshohet se roli i tij në grup ka qenë për pastrimin e parave që rrinin nga veprimtaria kriminale, kryesisht trafiku i drogës. Rikthehemi përsëri te biseda, ky është edhe lajmi i minutës së fundit, pra vijojnë